Në moshës më të re që kam bën eksperiencën për vitin e fundit, më thënë brenda këtyre 6 muajve është 27 vjetë. Dhe është, do më thënë, një femër cila ka një zinxhir shumë të trashëgimit shumë të lartë. Edhe është kjo moshë. Për këtë arsye rekomandohet çdo nane e cila diagnostikohet, pyetja e parë që ja bëjmë është a ki vajza. Edhe të lutem për moshës 18 e tutje të filloni ekzaminim një kontroll. Qoftë kontrolla, po ta bani edhe ka një ultrazot paktën një herë në vjet, që ta shohim pak a shumë çfarë ndryshime ka gjin, çush po shkon gjiri i saj, pavarësisht ku do ta bën. Po ta bani një kontroll të xhirit, që ta shohim pak si po shkon gjendja e saj, në mënyrë që anamneza familjare është, nuk do të thotë që patjetër ti ki mos mundesh se ki dikon në familje, por të rritet risku që mundesh me pas në krahasim me mosha tjera, ose mund të shfaq moshë më të re, ose me pas një njëjtën smundje sur ka pas më herët prindërit, nana, motra, tezja, vajza tezja, do të thonë ky është zinxhiri më i ngushtë familjar. Trashëgimia gjithmonë shkon kanal. Por ju